Gjirokastra është shndruar këto ditë në një skenë magjike muzike fal festivalit Gjiroklasika që zhvillohet nga 22 deri në 25 maj në ambientet historike të qytetit. Ky festival ndërthur muzikën klasike me atmosferën unike të Gjirokastrës, duke sjellë artistë të talentuar nga mbar trevat shqiptare. Në mesin e pjesëmarrësve ka spikatur Ylli Haliti, një artist i ri nga Kosova, i cili interpretoi me ndjeshmëri dhe teknik të lartë në piano, duke marrë duartrokitjet e ngrohta të publikut. Unë jam Ylli Haliti, jam 18 vjeçar, vi nga Mitrovica në Kosovë. Jam pianist, merrem me piano për rreth 2-13 vite, nuk më kujtohet saktë. Muzikën e kam fillu kur kam qenë 4 vjeç, fillim kam shku te profesorisha Liria Lili Koshi në Mitrovic, më pas jam regjistruar edhe në shkollën fillore Tifta Tashko të Mitrovicës, ku e kam pas profesorishë së bashku me profesorishën Lirie, profesorishën India Abrashi. Kam vazhdu deri në klasën e 9, edhe më pas jam shpërngull në Prishtinë për të vazhdu studimet në shkollën e mesme të muzikës Prenk Jakova. Aty e kam profesorish Arta Gërdovcin, po në privat shkoj te profesorisha Indira Qipa. Gjatë këtyre vite u kam marrë pjesë në për shumë recitale, gara nacionale dhe internacionale. Recitale kam pas në Mitrovic. Është hera e parë që performoj në Gjirokastër, por kam qenë më parë si turist. Kurse në Shqipëri kam konkuru më parë në garën Epta, mos gabofsha 2 herë. Në kuadër të kompeticioneve kam marrë pjesë në kompeticione nacionale dhe internacionale, në mesin e tyre kam qenë në Itali, kam qenë në Shqipëri, në Kosovë. Sot jam ndi shumë mirë në skenën e festivalit, salla ishte shumë e bukur tek kaleja e Gjirokastrës. Gjithashtu pianoja ka qenë gjendje shumë të mirë, është qenë akordu me pak para performancës, gjë që është shumë dimejse madhe për performusin. Publiku ka qenë fantastik edhe ndjenjat janë papërshkrueshme. Krahas tij në skenë u ngjit edhe pianistja e njohur Moza Çabeli, e cila solli një repertor të pasur klasik, ndërsa sharmi dhe interpretimi i saj i thellë prekën zemrat e të pranishmëve. Sot ishte nata e parë e edicionit të 5 të festivalit Gjiroklasika. Ishte një mbrëmje shumë e bukur, me spektator, me të ftuar, me fëmijë konkurrent. Ishte një mbrëmje fantastike. Do të ketë në vazhdimsi të tilla mbrëmje, do të ketë 5 aktivitete shumë të bukura. Në datën 24 do të jetë një koncert shumë i bukur në për qytetin e Gjirokastrës, në shtëpitë muze të Gjirokastrës, te Kadare, te Muzeu Etnografik, te ndoshta te Skëndulatët, te Mesi Pazarit. Do të jetë një atmosferë shumë e bukur në Gjirokastër me një koncert shëtitës. Organizimi i festivalit është realizuar nga Kristina Laço, e cila ka qenë promotorja e këtij aktiviteti, që po kthehet tashmë në një traditë kulturore të qytetit. Edicioni 5 i festivalit Gjiroklasika është edicioni që i kushtohet të rinjve. Çfarë do të thotë të rinjve? I kushtohet të rinjve të cilët kanë një histori suksesi, janë artistët e rinj sot për sot të skenës shqiptare, por dhe jashtë saj. Kështu në vijim, sot kishim pianistin kosovar, Ylli Haliti. Në datat 23, 24, 25 dhe 31 do të jenë 4 koncerte mjaft të rëndësishme, pianisti Ivo Gjika, në 24 Laura Lozi dhe Eni Barbullushi, një duo fantastike, dhe në datën 31 maj është një koncert do të thoja shumë i këndshëm. Kemi korin Okarina që vjen nga Prishtina. Festivali Gjiroklasika është edicioni që ju kushtohet të rinjve të cilët janë artistë të skenës shqiptare dhe jashtë saj. Gjiroklasika është jo vetëm një ngjarje artistike, por edhe një thirrje për promovimin e vlerave kulturore të Gjirokastrës, duke bërë atë një pikë takim të rëndësishëm për artin dhe muzikën klasike në rajon.